Nëse Trump dëshon të flisë drejt për drejt, kokë më kokë me Zelenskin, sigurisht gjithë drejtën e tij për të thënë ato fjalë Macronit. Dhe ideja është që Zelenski është, themi, zoti i punës në gjithë situatën. Pra Zelenski do firmosi marrëveshjen në fund dhe atij mbetet përgjegjësia për çdo lloj marrëveshje që nënshkruajnë në fund me Rusinë. Kështu që Macron, starmer dhe të tjerë mund të japin mendimet e tyre, por nuk firmos njëri asgjë në fund. Dhe amerikanët në këtë moment janë, si thua, ndërmjetësit mes ukrainësve dhe rusëve. Nuk janë ndërmjetësit mes ukrainësve, francezëve, britanikëve dhe rusëve nga ana tjetër. Kështu që qëndrimi i Trumpit thash në këtë rast është krejtësisht normal. Macroni bëri gabim, le të themi, që vajti u mundua të futej në atë lloj diskutimi dhe kishte nevojë për një diskutim të tillë mes palëve. Nuk ishte aq i papritur, ishte i pritur sigurisht, sepse edhe në takimin që bën në Londër, qoftë Zelenski, qoftë krerët e Britanisë së Madhe dhe Francës e kishin menduar, po kishin bërë një plan që në momentin që Trump vjen në Vatikan, duhet kishte një takim mes palëve. Dhe somos takimet janë kështu spontane, pa ceremonira, janë më të mira në rast të tilla, sepse mund të flitet shumë lirshëm mes palëve. Dhe u duk që Trump kishte ndryshuar mendim deri diku pas takimit jo vetëm për Zelenskin, por përgjithësisht edhe për Putinin, që s'dukej, po përgjithësisht edhe për luftën. Por problemi me takimet e tilla dhe folurat e tilla të Trumpit është që unë kam vënë që sa herë takon flet në telefon me Putinin, për shembull, qëndrimi i tij zbutet pasi flet me Putinin. Njëjta gjë ndodh edhe me Zelenskin. Pasi foli me Zelenskin, ndryshoi mendim për Putinin. Pra, nëse do flasë javës tjetër në telefon me Putinin, i bie se ndryshoi prapë mendim dhe për Zelenskin. Megjithatë, çfarë u diskutuan ato pak minuta larg vëmendjes edhe syrit mediatik në mendimin tënd, sepse para këtij takimi ishte propozuar plani i paqes i Donald Trump, përmes të cilit tani besoj Zelenski e ka pranuar, sako edhe lajmi sot ishte që Ukraina jo vetëm do të bëjë lëshime, por edhe Zelenski po është dorë nga Crimea, të cilën në fakt nuk e ka prej 11 vitesh. Ka një dakordsi në mendimin tënd që Rusia merr vetëm Crimea dhe Ukraina zotohet që asnjëherë nuk do të bëhet vend antar i NATO-s dhe kush del më i kënaqur nga ky plan paqeje? Sot kemi dy dokumente, në fakt. Dokumenti amerikanës dhe dokumenti evropiano-ukrainas në tavolinë. Shumica e pikave janë të ngjashme, por kanë disa dallime mes njëra tjetrës. Rusia nuk merr vetëm Krimen, merr zyrtarisht Krimen, merr de facto 4 rajonet që ka pushtuar. Pra ky është ai që nënshkruhet në dokument. Problemi është që në momentin që e njeh zyrtarisht Krimen si pjesë të Rusisë, do të ke krijuar një precedent dhe ky është problemi i madh që kemi diskutuar këto 3 viteve, që krijon një precedent që nuk ka ndodhur që nga lufta e dytë botërore. Pra një shtet ka marrë me dhunë një territor të shtetit tjetër dhe komuniteti ndërkombëtar ja firmos këtë ndryshim që ka ndodhur, gjë që mund të krijojë precedent për çdo pjesë tjetër. Po Trump justifikohet duke thënë që nuk ja kam dhënë unë, ja ka dhënë Barack Hussein Obama dhe Joe Biden. Justifikimi në këtë rast është, le të themi, justifikimi i njeriu që nuk njeh historinë fare, sepse politika amerikane dhe politika çdo vendi dhe Shqipëria nëse nënshkruan një marrëveshje që ka nënshkruar para 20 vitesh, nuk mund të dalë komunista tanisht thoshë unë s'e di fare çka ka ndodhur, s'e bër, po kështu funksionon politika. Pra shteti që ka ndodhur, pra nuk presidentëve në vim, pra nuk ndryshon politika. Por Trump ka të drejtë në një pikë, në pikën që Ukraina e ka të pamundur të rimarrë territorin, që është pushtuar. Jo vetëm Krimen, po gjithë pjesën tjetër që është pushtuar. Praktikisht Ukraina dorëzohet? Dhe në momentin kur s'ke mundësi ushtarakisht të marrësh territorin, zgjidhja tjetër është ta japësh territorin ose ta ngrish gjithë le të themi konfliktin. Por Ukraina, unë kam përshtypjen që në pamjen e praktike e ka pranuar dhe Krimen e ka pranuar dhe largimin e territorëve të tjera, por Ukraina kërkon që në kërkim të pranimit të ikjes së territorit të marrë një garanci shumë të fortë nga Shtetet e Bashkuara në radh parë. Pra ky është gjithë thelbi i situatës. Që e mbyllim këtu. Unë jap territorin, por pak më duhet një garanci që të mos vazhdoj lufta në pas 6 muajsh, pas një vite apo pas 5 vjetësh me radhë. Dhe ky është problemi që Shtetet e Bashkuara nuk e japin. Dhe unë kam përshtypjen një prej gjërave që ndoshta është munduar të bëj Zelenski në takim 15 minutash, është të bind Trumpin që ka nevojë për një garanci amerikane përtej asaj që ka thënë deri më sot. Dhe me të drejtë besoj, deri në këtë pikë ka të drejtë, sepse Trump thotë që garancia është në momentin që kompanitë amerikane shkojnë në Ukrainë, kjo është garancia, po kjo nuk funksionon, se kompanitë amerikane kanë qenë aty edhe para luftës. Për shembull BlackRock, që është një kompanitë më gjigande amerikane, në Ukrainë ishte, por nuk ndaloi gjë luftën. Dhe iku kur nisi lufta. Kompanitë në rast të tjera kur fillon lufta marrin plaçkë dhe ikën, se nuk kanë lidhje me luftën.